أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli të pranishëm, sot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do ta kemi një rrëfim prej rrëfimeve I cili rrëfim është cek edhe në Kur'anin Adhimushan. Është një rrëfim I qëndrueshmërisë, një rrëfim, një histori e një gruaje e cila ka qëndruar në imanin në Allah. Një gruaje e cila edhe pse kishte pasuri dhe kishte nam, ajo vendosi që t'i jape përparësi botës së ahiretit para botës së materiale së dunjas. Konkretisht bëhet fjalë për rrëfimin e gruas së Firaunit Asijës rahimahullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cek që prej grave në ku janë plotësu vetëm se 4. Edhe e ka cek njënën prej tyre me vlerë që është plotësu imani I saj dhe zgjuarësia e saj, ka qenën Asija, gruaja e Firaunit rahimahullah. Kjo gruaje vëllezër të nderuar, historia e saj fillon që ajo jetoj me një njeri I cili ishte tiran dhe zullumqar, I cili në ëndër e pa që një zjarr I madh nga shtëpit e Beni Israilve pi sulmon dhe pe ban pe kall pallatin e tij, dhe nuk po shpotojnë prej shtëpive vetë se shtëpit e Beni Israilve. Dhe Farauni u zgju nga xhumi I trishtuar dhe vendosi që të këshillohet dhe të komentohet kjo ëndër. Andaj lipi edhe koment. Ulemat e popullit e tij, kiptët, ja komentuan atij dhe I than se populli Beni Israilve që ishin të robruar tek ata, emri Beni Israil do të thotë bijtë e Jakubit, dhe Israil do të thot Abdullah, dhe bijt e Abdullahit, bijt e Beni Israilve ishin të robruar dhe ata jetonin si hizmeqar të Faraoni dhe populli I tij. Mirë po, kur e pa këtë ëndër që pi u kallës shtëpia atyre, pallati I tyre, vendosi që të këshillohet. Dhe komenti I ëndrës ishte që do të dalë një njeri I cili ka me rëzu nga froni dhe pozita yte, o Faraon. Dhe Faraoni nga kjo frikë vendosi që gjithë fëmijët e Beni Israilve t'i mbyte. Mirë po, dietarët e popullit të tij I than, o Faraon, në qovë se ti I mbyt këtë fëmijët, atër ata nuk do të shtohen dhe do të tretën, do të humbin, dhe atër s'ka kush neve me na bo hizmet, s'ka kush neve me na shërbyje. Atër Firauni u konsultu dhe I than që një vjet mi mbyt e një vjet mi lan. Një vjet mi mbyt, një vjet mi lan. Edhe kështu ndodhi vëllezër të nderuar. Në vitin e të cilën lindi vllai I Musait a.s. Haruni, ishte vit që njerëzit jetojshin, fëmijët I lishin me jetu. Ndërsa në vitin të cilin boni emër Allahu që me e prungue Allahu Musën në dunjon nga nëpërmjet nanës së tij, ishte viti që duhet mi therr dhe mi mbyt fëmijët. Dhe gjithë e dini historien se si ka rrjedh. Allahu kur e jaratise dhe e krijoi Musaun a.s. e prungue në vitin në të cilin u thershin. Andaj nana e tij në shej mërzije e futi me një sandëk
dhe e fugi apo e hudhi në lumin Nil. Dhe dashri Allahu te bareke ve teala që ai sandëki me shku deri te pallati mbretëror i Firaunit. Dhe aty me e mor Firauni dhe kur e pa, mini herë vëllezër të nderuar, tha gruaja e Firaunit Asia, qurratu aynin li walak. Sa gëzim i mirë për mu dhe për ty o Firaun. Eja ta mormi dhe të kujdesmi për të. Dhe e morën që të kujdesen. Mi po Firauni transmetohet që i vazhdimisht ka pas frikë, mos është ki aj armiku im. Derisa ka arë në do transmetime, duke lozën me ftyrën dhe flokt e ti, Musajnë e prenin e Firaunit ja pas ka mëshu. E pas ka lënduj, ka mëshu si fmi. Dhe Firauni ka në dhonë, ki ka në aj armiku im i cili pas ka me mhek nga pallati. Dhe pas ka vendosë që të mbyte. Asia s'ka në kom prezente. Dhe pas ka morë minjerë lajmin që Firauni ka vendosë këtë fëmijë të therë. Ka dhonë, ka dalë, mos e therë, se ndoshta ki është fëmijë, nuk mundet me ditën, po masit ka inë kryje që kita ka bo me shërë, eja dhe jepi ati, dhe më dhonën, qumsht edhe gaca, që me dalu apo të banë ki me qëllim, me një pijat, me një sahan gaca, edhe me një pijat, një sahan mi dhonën tamër dhe sene tjera. E në quë se e merë tamrin, atër ki me qëllim të ka bon. E në quë se e merë gacën, atër ki do në të thotë është fëmijë, nuk din me dalu. Edhe kështu vendosi. E mur mendimin e Asijës, një gruje e mençur. Dhe vendosi Musa a.s. përpara Musës a.s. 2 pijata, 2 sahana. Në njërën anë, një sahan qumsht tamël dhe një sahan gaca, Allah ju ruaj dhe ju nderoft. Në ato momente, natyrshmëria njerëzore është me shku me mor tamlin. Dhe Musa a.s. në ato momente ka në konë dore e ti duke u drejtu me kapën, qumshtin, tamlin. Mirë po thuhet në transmetime israeliat që pas ka ndërhy Gjibrili a.s. dhe pas ka pengu dhe i ka thonë mere gacat. Dhe i ka morë gacat e ka shtin nguj dhe adjek. Dhe jo rastisht, Allahu kur të regon për rëfimin e Musait a.s. kur jerë pejgamberluku, a je lipi vllahun e vet Aleat në bashkëtetës. Në çka tha, innehu afsahu minni lisana. Koment ka ardhë, është më i qartë në gjumë. Këshire Allah nuk e qonë një pejgamber me behane. Me behane. Komentatorët ka thonë 2 aspekte. Një, ka thonë është më i qartë, më orator, dhe 2, kanë thonën e ka pas që të behanën e qësoj gacës që e ka fut në goj. Andaj ka pas momente që Musai a.s. ka pas pengesa ndonjë herë kur ka fol. Këto janë komentet e dietarëve. Wallahu taala alem, unë i pasoj menimin e dietarëve që pejgamberët nuk kanë behane as fizike, as psiqike. Donë janë konë të plot. Allah i ka kriju pa behane. E tasha ka mujt Musa a.s. e pas këta, Allahu alem. Unë vetëm për e transmetoj atë çka duhet me ditë. Vazhdon rrëfimi kur e pa që e mur gacën një dhim të Firaunit. Dhe filloi të rritet Musa a.s. në shtëpinë e tij, derisa arriti moshën e pjekurisë. Dhe filloi që të jetoje, siç e dini nana e tij e brengosur, por nuk është rrëfimi për Musain, derisa dashti me zbulu që kjo fëmia im, mirë po Allah ja zbuti zemrën. E janisi Musa a.s. me çajt më të madhe, derisa motra e vet tha, shkoj tha, unë e jo një gruje që tamli asaj i ban ketëve fëmijëve tamam. Domthon i begeniset, ju pëlqen tamli asaj nane. Edhe e çoj nanën e Musait, Allah e boni që nana Musait me mora dhe pare pse u shin djalin e saj. Mirë po nuk e zbuloj. Derisa ju rrit dhe u bë pejgamber i Zotit, e kur u bë pejgamber, atër më ishë voën për me mytë, për arsye se ishtë një njeri me autoritet, ishtë një njeri i cili gëzonte, do më dhonën, mbështetje nga popullit i Bene Israilet, edhe vendosi që Musa a.s. me sfidu me argumente, që nuk është Zot. Musa a.s. si që e dini, Allahu kur e dërgoj të Faraoni, e dërgoj me fjallë të urta dhe të mira. Dhe i tha ati, ja Firaun, bindu ju Allahut, i cili është një, na ka kriju mu dhe ti. Bile Allahu e përshkru në Kur'an dhe thot,
Kur e ka çu Allahu te Firauni Musajin edhe Harunin, ju ka thonë në formën më të mirë: wa qula lahu qawlan layyina. Kur shkoni ti o Musa dhe ti o Harun, mundohuni mi i thonën Firaunit fjalë të buta. Transmetohet që dikush ka ardhur me këshillue Harun al-Rashidin, një khalife prej khalifeve dhe kryetarëve të muslimanëve. Pas ka shku njëri dhe duke këshillu me zotë të vrasht, me zotë të lartë, duke i vikat, ka thonën: o ti njeri, mos jeti më i mirë. Haruni al-Rashid i ka thonë këtij njeriu që ka ardhur me këshillu në pallatin e khalifës, ka thonë: ti mos je më i mirë se Musai? Ka thonë: jo. A jam unë më i keq, ka thonë, se Firauni? Ka thonë: jo. Po Allahu e ka çu, ka thonë, një njeri më të mirë se ti, te një njeri më të keq se unë, dhe ka thonën: wa qula lahu qawlan layyina, dhe thuni atij fjalë të buta. Andaj vëllezër, fjala e butë është më e pëlqyeshme, fjala e butë është më e pranueshme, fjala e butë është më e lezetshme për veshin, më e lezetshme për zemrën, me pranuar. Edhe kur të këshillojsh, mundohu mos me lëndu. Kur të këshillojsh, mundohu me përmisu. Vara duhet të shërohet, jo të shtohet. Andaj nëse dikush prej nesh e ka një gabim, ne duhet ta përmirësojmë në mënyrë njerëzore. Vazhdon rrëfimi, vëllezër, derisa dashti Zoti që Firauni e refuzoi pejgamberllokun dhe Zotin e madh e refuzoi dhe bile tha: wa qala ana rabbukumul a'la. Tha: unë jam Zoti i gjithësisë. Ja filloi ai të pretendoje që aja Zot, të thoje unë jam Zot. Hasha wa kella. Mirë pa Allahu i madh e bani që pranimi i fejes të deportojë në çdo shtëpi, derisa ajo e cila u kujdeske për flokët e bijës së Firaunit, ajo një ditë prej ditëve duke ja krej flokët çikës së Firaunit, i ra asajna krani prej dorëve të saj. I ra krani. Dhe kur i ra në tokë, ajo e kapi dhe tha: bismillah. Qika Firaunit u habit, tha: bismillah. Kusha kje Allah? Për babën të me ki për qëllim? Tha: jo, Zoti em dhe Zoti babës tanë është Allah. Tha: tash unë i tregoj babës tim shka ki thonë. Edhe shkon dhe i thot Firauni që kjo gruje po pretendon që ti nuk je Zot o baba im. Firauni ka qenë njeri që i ka torturu njerëzit në forma që njerëzore, dhe e ka morën një kusit madhe prej bakurit dhe ka vendos ta vaj zejtin, dhe ka vendos sa fëmijë ka, kjo ka dhënë 4, tut 4 me apru këto. Ja ka pru fëmijën e parë, apo bje, do më thonë mu lëkun nga imani jo dhe me thonë që Musa a.s. nuk ka pejgamber dhe Allah nuk ka Zot, po unë jam Zot, ajo ka refuzu. E ka fuk fëmijën e saj të parë, e ka shkri zejtini vaj, fëmijën e dytë njët, fëmijën e tretë njët, derisa e ka pas një lirek. E këtu është transmetimi që i ka folë edhe lireki. Fëmija i vogël ka thonën: oj non, mos guxo me dështu dhe mos me qëndro se vallaj jemi në hak. Dhe e ka fugë edhe këta dhe i ka tret ketë. E këtu vëllezër, gruaja këtu fillon rrëfimi joni qëndrueshmërisë. Gruaja së Firaunit ju bin zemra që subhanallah, Allahu a njo, Allahu është ai që ekziston, mirë po e fshehi imanin e saj. Hadithin e transmeton domethënë Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala an nga Ebu Ya'la e ka një musnad, dhe Sheikh Albani rahimullah këtë hadith e konsideron në silsilatu sahiha të vërtet, ki hadith dhe ki rrëfim të cilin jemi duke treguar. Atëherë ajo e fshehi imanin e saj dhe ja paraqiti Musait, të cilin e kishte si evlat. Musai a.s. i tha: duro, mos guxo me shfaq. Ka momente që muslimanit i lejohet me fshej besimin, mi kri ritualet, po jo me shfaq që është bo musliman. I lejohet në momente të caktuara. Këto janë përjashtime dhe nuk është rregullore. Dhe vazhdoi kështu jeta dhe sfidat, pishe me sihirbazët dhe me magjistarët, shka u trajtu e vërteta dhe si u përgënjeshtru, nuk mujti me duru Asia rahimahullah. Kjo non, kjo gruje besimtare, vëllezër të nderuar, shkoi dhe i tha Firaunit, pasi që e dike
rrenat e tij në pallat. E di që ajo burri i saj i dha përparësi ambëlsisë së imanit. Kur ambëlsia e imanit depërtonte dikush i vëllazër, wallahi nuk mundet mu blej me pare. Nuk mundet diçka mu shiju shka shpirtërore. Andaj njerëzit sot bota nuk ka krizë të parës, të ushqimit. Sot kriza më e madhe botërore diku ekziston që nuk kanë rahati shpirtërore, nuk kanë iman. Ndoshta kanë satelita dhe shkojnë në han. Ne duhet si musliman, jo me të mas, po me shkue paralel me dunjon të para, bili me qenë më të parët ne, mirë po në qohë se ne nuk e knaqmi imanin ton, zemrën ton, me iman, vallahi kemi mi dështu. Vallahi kemi dështu. Andaj, Asia, rahimahullah, i dha përparësi imanit në Allah, i dha përparësi besimit në Allah, dhe shkoj dhe deklaroj dhe i tha Faraonit, o Faraon, ti nuk je Zoti i vërtet, ki frikën Zotit të vërtet, Allahut, mos deklaro për diçka shkat unë edhe ti e dim që ti e një krijes e tina. Subhanallah. Njeri kur rrim me dikan i dhimbët, njeri kur shoqërohet me dikan edhe mos mu pajtu, nuk mundet ndoshta mi bot dam atë shumë. Mirë po, Firauni kur dëgjoi që njeri më i afërt, pasi që ai u pa të zëmëru me ata e cilë ishte floktare që rregullon të flukët e qikës vetë, shka i bani e kalli, subhanallah, kur erdhë momenti që njeri më i afërt, gruaja e ti, është duke përgënjështru që ai nuk ka Zot, atëra ju i hidhru me një hidhrim të madh. Vendosi vëllezër të nderuar disa ditë e qiti në shkretir, ku dije që shkretira zalli i Egjiptit është kur është shkretira e madhe, asoj dielli i fortë, nxehtësia e madhe, zalli bon si kur zjarm, bon shumë rënd me nejtë në ta, me hec, ai e lidhi. Dhe ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lidhi në 4 pjesë. E lidhi në 4 pjesë, ja lidhi durt, edhe ja lidhi kamët e saj, edhe nuk i ipte ujë, nuk i ipte asgjë, derisa ushtarët e Faraonit e dënojshin, e torturojshin. Ajo që të kthehet dhe të thoje që burri i saj Faraoni a Zot. Mirë pa ajo çndroi. Saça në hadith ka ardhur kur ajo u largojshin ushtarët, fa kana idha tafarraqu anha, kur prej asaj u largojshin ushtarët e Faraonit, Allahu e celke një hije mbi trupin e saj. Hije. E ajo, vëllezër të nderuar, kur u shtun torturat, Allahu e cek Suretut Tahrim, ajetin 11. Allahu thot, kur ajo u torturu, Allahu thot shembulli i një grujes, Allah e sjell si shembull i një grujes e cila u torturu dhe e besoi Allahun, kur u torturu shumë ajo shka tha kështu: Rabbi ibni li bejten indeke fil janna. O Allah, ma mundso këtë iman shka e kam, ma mundso një shtëpi, një pallat në xhenet afër teje, me të paja Allah, se jam të knaq edhe pse jam dënim. Subhanallah. Mirë po, nuk po mujme me dëru këtë dënim. E shka tha, wa najjini min Firauna wa amali, dhe shpëtom nga veprimi i Firaunit dhe punët e tij, wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin, dhe shpëtom nga një popull i cili është i padrejtë dhe zullumqtar. Dhe than hadith vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa kashafa laha an baytiha fil janna. Duke e mi, duke i gjujt ata me gurzi, Allahu e bani që me po shtëpinë e saj në xhennet. Subhanallah. Njeri kur torturohet, natyra që njeriu mjanis me shprej dhimbje dhe me vikat, me nxjerr zonat të cilat janë zonat normale që njeriu i nxjerr kur torturohet. Mirë për kjo ja filloi të busheshe. Dhe shpirtin e ka dhënë kjo gruaje e madhe në busheshje. Vëllezër të nderuar, ky rrëfim, ky sunet i Allahut në tokë për njerëzit të cilët çndrojnë në fjalën e Allahut la ilaha illa Allah, Allahu i ban që ata me shiju çdo vështirësi, me shiju imanin edhe pse ju paraqitet atyre çdo vështirësi të cilën e kanë të para. Andaj Allahu e sjell këtë shembull në Kur'an
dhe na tregon për neve besimtarve dhe Muhamedi alayhis salam këtë rafim. Dini kur e ka kallëzue? E ka kallëzuar në Mekke. Në momentet kur muslimanët ja kanë në momente më të vështira, kur muslimanët ja kanë duke u torturu, ku Ebu Xehli, Ebu Lehebi kanë ofendu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bojkotu fisi i pejgamberit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bojkotu sa që Allahu ju ndaroft 3 vite kanë hongër vetëm gjethe. Dhe dihet ngjarja që është shënue, ajo letra mos mi martu qikat e tyre, mos mi dhonën qikat e ata, as mos me ble dhe mos me shit prej tyre. Fisi i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam ka bo sabër. Për neve muslimanëve ky rafim vëllazër nuk ka rafim që ne vetëm me dëgju dhe me humb kohë. Po ky rafim duhet ta kuptojmë që imani ka shije. E kujt Allahu ja mundson me shiju këtë iman, wallahi wa billahi wa tallahi be më të madhe nuk mundet më ushit kjo. Dikush e shet për shumë pak, imanin e shet për shumë pak, ndërsa gruaja e Firaunit ishte në pallatin e Firaunit, pallat mbretëror, dhe ajo nuk e shiti imanin e vet. Ajo çndroi bile e bleti ahiretin e saj. Andaj imani vëllazër ka shije dhe ka ëmbëlsi. Lumja i cili e shijon dhe e kënaq zemrën e tij me iman. Për fund vëllazër, disa dobi të cilat i kemi nga ky rafim. E para vëllazër, që imani duhet ta kuptojmë, duhet të triumfojë ndaj dhimbjeve dhe torturave. Imani sahi, imani i vërtet, gjithnjë triumfon mbi torturat dhe keq që janë përpara neve. Dhe shembull më të mirë nga historia e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e kena shembullin e kujt? E shahidës së parë. Shahidja e parë në ummet është femër, jo mashkull. Gruaja e cila ka sakrifikuar është Sumeja radhiyallahu anha, e cila e dha shpirtin duke qëndruar në fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Allah na bof nasib me vdek me këtë fjalë, ya rabbel alamin. Andaj gjurmë të imanit, gjurma e fjalës la ilaha illa Allah, çdo herë do të triumfoje mbi çdo zullumçar, nëse ne jemi të vërtet dhe mi besnik në ta. Kjo dobia e parë. Dobia e dytë vëllazër, urrëtia e pabesimtarve dhe atyre të cilët janë Zot na ruaj në kufër ndaj besimtarve. E shohna sot bota si i shikon gjanat në aspektin e besimit. Patëm rastin e Burma ku kallshin muslimanët, njerëzit, dhe kështu me radhë bota u bajke e shurdhër. Për fat keqin kjo afaj muslimanëve, faj jonë. Dhe urrëtia e madhe sa që këto ditë po dalin edhe çifutët që janë në perëndim, duke folën që çdo as rregullat e kombeve të bashkuara që janë fëmia mos mu vra, dil ke njëri prej tyre dhe ke nuk prish punë. Duhet me vra dhe fëmijën. Bile evropian të ke gabojnë që ose e rinë ndërtojnë edhe një argazën. Këto ditë ka dalë. E urrëtia e tyre Allah na ka thënë në Kur'an dhe ka thonë: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nuk janë të kënaqur jahudit që i futët dhe krishterët me ty derisa të bosh edhe ti sigur se ata ta lish imanin. Andaj urrëtia e tyre nuk është urrëtia racore, nuk është urrëtie ngjyre, nuk është urrëtie nacionale, po është urrëtie në bindje dhe besim. Besimi, imani është ajo që e ban ata me urrejt. Andaj dobia e dytë nga kjo rafim vëllazër është e shoh në njëri më i afërt, burri i Asijes, Farauni e urrejti gruajën e vet dhe e torturoi derisa e mbyti. Allahu e pasmëshiru dhe ka premtuar Allahu xhennet. Allahu na takoj me këto njerëz të mirë në xhennet ya Rabbi. Tre vëllazër nga dobia e këtij rafimit është Allahu i ka marrë përsipër besimtarët në kujdes. Ndoshta në këtë dunjon ndonjëherë ne e shohna që në synin ton triumf fitore është sa herë ne me fituar në aspektin e dunjojës. Jo, Zoti i Madhëshëm nuk e ka bërë dunjojën vend të shpërblimit dhe të dënimit, edhe pse ka përjashtime dhe ndodh ndonjëherë. Mirë po Zoti i Madhëshëm
Xhenetin e ka bo vend të shpërblimit dhe vend të dënimit e ka bo xhenemin. Andaj në këtë dunjë çka ka bo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kur Allahu e ka kriju xhenetin dhe xhenemin, e ka çu me laçet me e pa. Kur kanë shku me laçet me e pa xhenetin, ka thonë ja Rabb, nuk ka dikush prej njerëzve që ka me dëgju për xhenetin vetë se pas ka mu fut në të. Pasaj tha shko dhe shikon e xhenemin. Kur shkun me shiku xhenemin, e pan vrasien, dënimin, zjarin, azabin, tha ja Rabb, o Allah, nuk ka me pas dikush që ka me dëgju për xhenemin vetë se ka mu largu prej ti. Atëherë Allahu e ndryshoi gjendjen dhe tha shkoni edhe njerë shikoni. Kur shkun edhe shikun xheneti i rrethuar me sprova, xheneti imani i rrethuar me sprova, dhe tha ja Rab, shumë pak njerëzi pas kanë me hinta. Non, zahmeti, vështirësit për me hinë xhenet, me qëndrun këtë iman, do sakrific. Andaj edhe tha shkoni këshin në xhenemin tash. Kur shkun dhe shikun xhenemin, e pon të rrethun me epshe, me ego, me knatësi, tha ja Rab, shumë pak njerëzi pas kanë me shpëtu, këtë në ta pas kanë me hinje. Andaj Allahu na rujt ja Rabbel Alamin. Andaj pika e tretë është vëllezër, që triumfi i besimtarëve është në mbikëqyrjen e Allahut dhe kujdesin e tij. Allahu e ka morën që triumf nuk ka vetëm në dunjë, po triumfi i vërtetë është në ditën e gjykimit kur do të dalmi, që ata fëmijë që kanë të umit atje në Gaza, të lipin hak edhe ndaj neve, edhe ndaj atyre të cilët i mbysin dhe qeshin. Allahu çatar ka me tregu triumfin e vërtetë. Allahu na vo prej xhenetlive e na fal dobësinë tonë që smumi më dal aty vendim. Ja Rabbel Alamin. Katër vëllezër, Allahu na tregon se ka prej njerëzve të cilët i japin përparësi kënaqësisë së botës së përhershme ahiretit para kënaqësisë së përkohshme të dunjos. Don ka njerëz të cilët i japin përparësi kënaqësisë së përhershme. Edhe kjo dul në pa me rrëfimin e Asijës, e cila edhe pse ishte në pallatin mbretëror, vendosi që të sakrifikoje dhe ta jape shpirtin që ta fitoje xhenetin, dhe i tha Zotit, o Allah, më ndërton një shtëpi në xhenet dhe shpëton nga Firauni dhe populli i tij, të cilët ishin zullumqar. Dhe pesë vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në këtë rrafim na tregon pejgamberi Allahut dhe nxjerrët dobi që Allahu subhanahu wa taala me pasdasht e kish shpëtue kanë Asijën. Mirë pa Allahu ka dash me na tregu neve që Allahu kur do dikuj mi arrit derejën në xhennet e sprovon. Andaj dhe tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya, njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj ata të cilët vinë shkallën e tyre, pastaj ata të cilët vinë shkallën e tyre. Pejgamberët pse sprovohen për juve? Mi dënu Allahja? Jo. Po Allahu i sprovon pejgamberët që mi arrit shkallët më lart në xhennet. Andaj dhe Asia ishte për atyre të cilët e arriti këtë derejë nëpërmjet sprovës që Allahu nuk e shpëtoi, që Allahu subhanahu wa taala te aboi me pas shtëpinë në xhennet. Allahu ju shpëlbej për dëgjimin dhe sabrin. E nesër inshallah kemi ligjëratën e fundit për këtë Ramazan. Inshallah Allahu na përshëndet e mbarsi, për arsye se pas nesër është xumë, shtunën duhet me dalë me ble tesha. Po, Allah na mësoft inshallah me mëri. Allah ju shpëlbej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Shimë. Allah ndarok.